besimit profetit tonë sallallahu alaihi wasallam. I shokët e tij, e mbi gjithë ata të cilët ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër dhe motra, sonte është një natë tete prej 10 netëve të fundit të Ramazanit. Nata e parë tete. Është po ashtu edhe nata e ditës së Xumë, ku ne që gjithë jemi në kërkimin e natës së katërt. Natë e cila është më e mirë se 1.000 muaj. E lutim Zotin e gjithësisë që na mundësoj të arrijmë. Falemi në atë natë, siç edhe profeti sallallahu alaihi wasallam thotë, kush falet natën e katërt, duke besuar dhe shpresuar në mëshirën e Zotit, i falen atij mëkatet që ka bërë më parë. Ne inshallah namazin e natës këtu pra në xhamin tonë do ta falim në orën 2 të natës, inshallah. Një burr një ditë vjen tek profeti sallallahu alaihi wasallam dhe i thotë: "O i dërguar i Zotit, çështjet e fesë më janë bërë shumë. Më tregon diçka, thotë, ka për fort për to. Ma tregoj çfarë ka për fort për to." Profeti sallallahu alaihi wasallam e orientoi tek përmendja e Allahut të lartësuar. Përmendja e Zotit të gjithësisë është diçka që Allahu i lartësuar na ka nxjerrë për të në Kur'an. Sepse me përmendjen e Zotit të gjithësisë arrihen mirësi të shumta. Allahu i lartësuar na porosit në Kur'an thotë: "O ju që keni besuar, mos ju angazhoj juve pasuria dhe fëmia nga përmendja e Zotit të gjithësisë. O ju që keni besuar, përmendeni Allahun më shumë." Po ashtu Allahu i lartësuar thotë Kur'an, me të vërtetë me përmendjen e Zotit shqetësohen zemrat. Profeti alayhis salam thotë: "Shembulli i atij i cili e përmend Allahun dhe ai i cili nuk e përmend Zotin, është si shembulli i njeriu i cili është i gjallë me të vdekur." Profeti sallallahu alaihi wasallam në një hadith tjetër tregon, pra siç kuptohet prej hadithit, se ato një të tregoj për diçka më të mirë dhe përmend ndër gjërat pra lufta, përballja me armikun, përmend edhe dhënien, lëmoshën, pra floririn dhe sermën, thotë e përmend në fund profeti alayhis salam atë që më të mirë është përmendja e Zotit të gjithësisë. Shumë prej nesh në këtë gjë pra neglizhojmë, ndërkohë që kemi kohë sa dush te nga shtëpia e përmend Zotin, futesh në shtëpi e përmend Zotin, gjatë rrugës e përmend Allahun e lartësuar. Dhe patjetër Allahu i lartësuar i lavdron këta njerëz në Kur'an. Alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ata të cilët e përmendin Allahun ka të ulur ose të shtrirë. Pra çfarë do të gjendje profeti sallallahu alaihi wasallam e përmendte Allahun e lartësuar. Madje edhe na orienton, na mëson se cilat prej atyre fjalëve ne mund t'i themi për dikshmërinë tonë. 4 fjalë janë të dashura tek Allahu i lartësuar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ose tregon dhe orienton profeti alayhi salatu wassalam për thesarin e xhenetit. Çfarë është? La hawla wa la quwwata illa billah. Fjalë thjeshta, fjalë lehta, por thesar i xhenetit, fjalë që Zoti i gjithësisë do. Dhe ne kemi përmend edhe më parë një ngjarje të Imam Ahmedit. Atë kujtoje vazhdimisht. Kur udhëton një herë në qytetin e tij për një qytet të largët, por në atë kohë nuk është përkryes se ishte si ditët tona, që njerëzit, edhe pse s'ke jetuar në atë vend, pra mund ta shohin ose në telefonin ose në televizorin, pra shohin. Imam Ahmedin e njihnin vetëm me emër. E njihnin vetëm në anë të librave. Udhëton imami për një vend, por nuk ishte vend strehim, edhe shkon, thotë pa kaloj me anë tek xhamia. Kur shkon në xhami, guvernatori i atij qyteti kishte nxjerrë urdhër që xhamit mbas jacis të mbylleshin. Imam Ahmedi më ditë, futet në xhami, mbaroi jacia, i vjen roja e thotë:
Mbarohën, thot shpejt, edhe hetë se do mbyll xhamin. Imami thot si nuk mbyllet shtëpia e Zotit. E rëndësishme vjen pas pak në debat e sipër derisa çohet imamit e det. Dikush përballë kishte një furrë buke. Të tillë dhe i dëgjon diskutimin e tyre. E kupton se imami ishte nga larg. Por nuk e njihte. I thot, bujro të këmë, të pashë që po diskutonit me roje, thot, po mund të kalësh natën shumë bukur pranë dyqanin tim. Imami, alhamdulillah, gjeti një vend, hynë të ky furxhi, ndërkohë, sa po hynë imami, ky nis angazhimin e tij. Dhe vazhdimisht vetëm përmendte Zotin. Pra zinte për humbin e mere me përgatitjen e bukëve, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, vazhdimisht. Derisa i bën përshtypje imamit këtë gjendje. Edhe më vonë i thot, të pash një kohë gjatë vetëm përmend Zotin. Çfarë mirësi e ke pak sa gjoje? Tha po. Mirësit shumë ka tha. Një ndër mirësit më të mëdha tha është që unë nuk bëj lutje vetëm se më pranon Zoti. Po i lutje tha. E kam bëu, e bëj se do ta bëj tha derisa të marr Zotin. Qa është e lutje? Çdo herë për nesh të mendoj, patjetër pra, lutje tepër e madhe. Tha e mundën Zotin që të na mundësoj një herë ta shoh Imam Ahmedi. Imam Ahmedi tha jo vetëm që ta ka pranuar Zotin, po e ka bodha që të vinë, pra gati sfarë të shke dyshani jot. Përmendja e Zotit qetësisë, ka udhësim shumë ta. Prandaj, le të jetë gjuha jonë e njohë me përmendjen e Zotit vazhdimisht. Allahu na qof për atyre që përmendin Allahun e lartësuar.